Partia Demokratike këmbën ngul në kërkesën për hetimin e fondeve i parë në ndyshimet se paratë dhëna nga Bashkimi Evropian për fermerët shqiptar kanë përfunduar në duart e pushtetarëve dhe të personave të lidhur me krimin e organizuar. Ju siguroj që brenda javës do të depozitojmë kërkesë për ngritur komision hetimor mbi këtë çështje, sepse ta ulant ne do të verifikojmë se si babai Suil Çelës mori paratë e fermerëve shqiptar. Në vend që një fermer i Elbasanit, dhe këtu ka deputet Elbasanit, ti merrte 250.000 euro për të financuar mundi dhe ndjersën e tij, i mori babai i Suil Çelës. Një njeri i shpallur në kërkim si kreu një organizate nga më të fuqishmet kriminale në Shqipëri. Ne nuk donim të bënim politik mbi këtë çështje, por si organi që ka miratuar ligjin për ratifikimin e marrëveshjes grantit, ne kemi për detyrë të reflektojmë, të diskutojmë, të nxjerrim dhe përgjegjësi se si besimi i institucioneve europiane, por dhe besimi i kuvendit është shkelur nga qeveria. Bardhi theksoi se çdo vot kundër një mocioni me debat për këtë çështje apo edhe kundër ngritjes së komisionit të posaçëm nuk është vot kundër Partisë Demokratike, por kundër fermerit shqiptar që privohet nga mbështetja e Bashkimit Evropian.